Atëre, jepi. Atëherë, siç e shihni, jemi këtu pikërisht në atë që quhet rruga e Prelatit. Dhe siç e shihni, nga dalja e mbrëmshme e lumit e Erzen ka një prurje uji të shumtë. Dhe me thënë të drejtën është një zonë e cila tani me ka dhe rrugën e bllokuar, ka shumë shtëpi që janë në ujë. Dhe kjo vjen si pasojë thjesht sepse hidrokuri i Hamallet sot është dhe mbrëm dhe pa mbrëm është jashtë funksion. Kjo tregon papërgjegjësinë e madhe të gjithë institucioneve të pushtetit lokal, po edhe atij qendror. Duhet të ndërhyet shpejt sepse mund të kemi përsëri hapje të disa argjinatura dhe mund të kemi përmbytje akoma më të madhe. Duhet kemi parasysh që lumi Erzen, siç parashikohet, do të ketë akoma prurje për efekt edhe të rreshjeve të shumta që kanë rënë në zonën e Tiranës, por edhe siç na thon hapjes së Bovillës, pra jemi në një zonë kritike kur përmbytjet do të vazhdojnë përsëri. I bëjmë thirrje qeverisë që boll propagandës, boll fotove dhe reklamave të jenë pranë qytetarëve dhe të marrin masat para. Faleminderit.